Kemi dëgjuar për këngën e Asanagës. E kemi dëgjuar si vajtim, si histori dashurie të pamundur, si një rrëfim që të shtrëngon kraharorin pa e ditur pse. Kënga është kënduar brez pas brezi, por Raller është pyetur kush ishte Asanaga në të vërtetë. Nga ishte Këdeshi, dhe pse jeta e tij mbeti vetëm këngë e jo faqe libri. Ndoshta sepse dokumentet janë të pakta, ndoshta sepse arkivat heshtën. Por historia nuk mbaron aty ku mbaron letra. Ajo vazhdon aty ku fillon kujtesa. Asanaga jetonte në Shkupin e Vjetër, në lagjet urbane shqiptare, në hapësirën që populli e njihte si Potur Mahalla. Ishte një lagje ku njerëzit njihen me emër, ku fjala kishte peshë dhe ku nderi nuk ishte çështje private, por përgjegjësi publike. Në atë qytet, Asanaga nuk ishte figurë legjende. Ishte njeri i kohës së vet, i rritur me rregull, me zakon dhe me besë. Aga jo nga frika, por nga respekti. Edhe vajza ishte ati qyteti, e Potur Mahallës, e rritur në të njëjtin ajër, në të njëjtat rregulla. Kënga nuk flet për një dashuri të fshehtë. Përkundrazi, flet për një ndjenjë që u rit para syve të lagjes, për një afërsi që u kthye në besë. Në atë kohë dashuria nuk shpallej me fjalë të mëdha, shpallej me fjalë të dhënë. Besa e tyre nuk ishte poezi, ishte marrëveshje jete. E njohur nga rrethi, e pranuar nga qyteti. Por jo çdo besë ishte e lehtë për t'u mbajtur, sidomos kur përballë saj qëndronte statusi. Asanaga ishte aga dhe martesa e tij nuk shihej vetëm si çështje zemre. Ishte çështje rendi, emri familjar dhe pozite shoqërore. Kështu funksiononte jeta urbane asaj kohe, dhe këto e dëshmojnë burimet historike. Presioni nuk erdhi si urdhëri drejt për drejt, por si zë i shoqërisë, si frikë nga fjala e botës. Nëna e Asanagës u gjend përballë një zgjedhje të rëndë. Zemrën e djalit apo rendin që e mbante familjen në këmbë. Historia nuk e gjykon këtë zgjedhje. Historia vetëm e shpjegon pasojën. Dasma u përgatit sipas zakonit. Tupanat ranë, krushit u mblodhen, qyteti gumzhite. Por Asanaga heshti, nuk pranoi të gënjej. Kur u pyet pse nuk flet, ai tha të vërtetën. Se kishte dhënë besë, dhe se besa nuk thyet. Në atë çast, ai nuk u rebelua, nuk ngriti krye, nuk luftoi askënd, bëri diçka më të rëndë, zgjodhi të mos jetoj pander. Në shoqërinë asaj kohe, jeta pander nuk quhej jetë. Burimet nuk na tregojnë mënyrën e saktë të vdekjes së tij, por na tregojnë arsyeën, dhe arsyeja mjafton. Gjenazja kaloi me tupana, jo për fest, por për turp. Qyteti duhej ta dëgjonte atë që kishte ndodhur. Vajza e Potur Mahallës doli përpara, jo për zhurmë, por për të mos u zhdukur në eshtje. Ajo kërkoi vetëm ta shite për herë të fundit, asgjë më shumë. Kënga thot se ata u varosën pra njëri tjetrit dhe se mbi varre lulëzuan lule. Ky nuk është zbukurim poetik, është mënyra e popullit për të thënë se e vërteta del mbi tokë, edhe kur historia është. Asanaga nuk ka fotografi, nuk ka dokumente zyrtare, por ka këngën. Dhe ndonjëherë kënga është arkivi më i ndershëm që kemi, sepse librat i shkruan pushteti, ndërsa këngët i ruan kujtesa. Dhe kujtesa, kur flet, nuk gënjen. Dhe kjo është rrëfime të heshtura. Jo për të mbyllur historinë, por për të mos e lënë të heshtë.